përfshi na kapte edhe ne këtu në Tiranë, Shqipëria. Por plus asaj ka pas deklarata të shumta në mediat, besoj keni parë në Shqipëri që të rrezikut nga një ndoshta raket, nga një sulm i mundshëm që mund vi nga Teherani, nga Irani. Ju tani duke parë situatën atje, çfarë mendoni? Është alarmi i egzageruar sepse këtu janë problemi me Mekun, pra opozitën. Ambasada u mbyll disa vite më parë, që sulmi për rrjetin kibernetik që ju atribua Iranit, edhe çfarë mund presim tani? Tani dihet që izraelitët ambasadave e Rrezës edhe baza e Kuçovës ndoshta, pra ka pas interpretime të ndryshme në media. Tani ata janë në kërkim të panikut. Duan që të gjithë vendet e tjera për shkak se nuk ka fuqi ta mund vetëm Iranin. Realisht ashtu po ndodh. Pra nëse shikojmë lajmet që përhapen në mediat perëndimore, kemi një epërsi të madhe të Amerikës dhe Izraelit, ndërkohë që në terren nuk është e tillë. Pra në terren ne kemi luftaniet amerikane që janë larguar thellë në Oqeanin Indian. Pra kemi luftanien Abraham Lincoln të goditur me 4 raketa. Kemi 2 destroyer të shkatruar. Pra kemi baza të shkatruara të Amerikës në të gjithë lindjen e mesme. Ju po thoni që SBA është tërhequr. Është tërhequr duke mbajtur një distancë që mos jetë në zjarrin e Iranit. Pra nëse vërtet është ashtu siç thot Trump që ne po kontrollojmë ngushticën e Hormuzit, atëherë pse nuk kalon ndonjë luftë, nuk kalon ato anijet që transportojnë naftën. Aty është e bllokuar pra gjithçka. Gjithçka është e bllokuar tani. Sipas palës iraniane, ndryshe i transmetojnë lajmet iranianët, ndryshme i transmetojnë bota perëndimore. Por që ajo që duan të bëjnë pra izraelitët, duke qenë se nuk po e përballojnë dot këtë luftë, pra nuk e arrin dot qëllimit që ta ndryshojnë regjimin në Iran, kanë dëshirë që të përfshihet Turqia, të përfshihet NATO dhe çdo vend tjetër. Dhe si bëhet kjo gjë? Duke përhapur panik që Irani për shembull të sulmojë Shqipërinë. Për çfarë duhet ta sulmojë Irani Shqipërinë? Pra nuk po flasim për çështjen a ja arrin apo se arrin rrezja. E arrin. Iranianët sigurisht që arrin, sepse nuk kanë pasur problem për ta zgjeruar rrezin e tyre të raketave. Thjesht ka pasur një kufizim nga ana liderit shpirtëror, i cili ka thënë që rrezaja e veprimit të raketave tona do të jetë deri këtu ku janë armiqtë tanë. Por kjo nuk do të thotë që nuk e kemi mundësi. Për armiqtë tanë dikur ka pas fjalë edhe për Shqipërinë ai apo jo? Dgjoj, Shqipëria nuk konsiderohet vend armik nga Irani. Nuk konsiderohet. Nuk konsiderohet sepse Irani e di mjaft mirë kush fshihet prapa Shqipërisë. Shqipëria nuk është vend i madh, vend i fuqishëm që të ketë fuqi të thotë jo Amerikës për të bërë diçka që nuk ka dëshirë ta bëjë. Por edhe një pjesë e në Gjë, plus edhe deri në Kipër, nuk besoj se janë aq të fuqishme, por atyre edhe droni aty apo jo. Ta sqarova në fillim që kanë sulmuar vetëm interesat amerikane. Pra pse jetojnë njerëzit të qetë? Kam parë plot intervista që jetojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe, janë të qetë. Normalisht sepse Irani nuk sulmon vende ku janë civil. Nuk sulmon vende ku jetojnë muslimanë. Sulmon vetëm ato vende që ata konsiderojnë armik që ka sulmuar vendin e tyre. Pra interesat amerikane, ku janë ushtarët amerikanë, ato ka sulmuar, sepse aktualisht është në luftë me ta. Për të qetësuar të gjithë Shqipëri, ju thoni që mos jenë në kërkim të panikut ata vetë. Por derisa në Iran nuk është folur për Shqipërinë, nuk ka pse të shqetësohet Shqipëria. Për në gjitha propagande e Izraelit për t'i friksuar gjitha vendet në mënyrë që të futën në luftë krah Izraelit. Po ju thash edhe arsye pak më lart që edhe ne ambasadat i kemi mbyllur. Meku në Tiranë që janë opozita e regjimit atje, pra disa arsye nuk është se nuk ekzistojnë të një frike. Pra edhe në rast se do ndodhin ndonjë goditje, do ndodhin në Mancë, ne shqiptarë nuk na ka. Pra as ato banorët e Mancës do i gjë, vetëm munafikinët atë që i quajnë iranianët.
Pra vetëm ata të konsiderat këta që janë këtu në kampin Ashraf i merr Iri në konsiderat në kampin Amanzës që erdhë nga Ashrafi? Dgjoj, ato nuk është se janë të padëmshëm. Ju pyes Eni sepse pas vrasjes së liderit suprem kanë dalë mjaft për pushtetin nga djali Shaut të tjerë, po prandaj ju pyes këta këtu i konsideron njëri atje për pushtet? Në Iran nuk është si për kraj njëri ata, sepse ata kanë bërë masakër në popullin iranian dhe kanë luftuar kundër Iranit krahas Saddam Huseinit. Pra këtu në Iran ata quhen qoftë nga populli, qoftë nga qeveria, quhen tradhtar të vendit të tyre. Po që nuk besoj se vendi ynë do sulmohet nga Irani. Pra nuk është folur kurrë për ndonjë gjë të tillë, se paku këtej nga palë iraniane. Pastaj se duan të përhapin panikë është gjë tjetër, pra ne nuk si vend nuk duhet ta përfshijmë veten në një konflikt që nuk na përket. Po pozicionin e Shqipërisë ju sikni para dhe të autoriteteve nga atje. Po nuk e di se nuk kam marrëdhënie me autoritetet tu si e shikojmë pozicionin e Shqipërisë, por jo kam fjalë të Tiranës e kam fjalën pas sulmit. Si e keni parë?